Po, a është e dëmshme nëse bëhet rutinë soda bikarboni çdo ditë, çdo mbrëmje se hëngra me shumë bukë? Unë nuk e rekomandoj. Nuk e rekomandoj. Unë nuk e rekomandoj, unë mendoj që duhet më mirë t'i shmangim problemit, të prevenojmë ajo që peshet që po të pengon, ndërsa sa të intervenojmë më vonë. Shumë e saktë kjo, sepse jemi më të prirur me hëngra ato që kanë akona e me munu vetën mbrëmje. Kam pacient çdo ditë që vinë me melqitë dhe amosë, është një temë që gjithmonë e kemi lënë anash, por që melqia nuk ka qëllam, ajo vetë dhe amosë të kryjnë problem më vonë. A ka doktor më shkruaj një ilaç. Ilaçin e ke ndurtua. Po. Thjesht low carb dietë me pak sheqer, mbi të gjitha sheqernat, shumë kush nga mosnjohuria nuk e largojnë sheqerin, edhe fillojnë me pije energjike zero. Këto fruktozë, direkt shkojnë edhe bëjnë melqitë dhe amosër. Do të thotë ngalojnë gjithë ujë.